erdhët në kanalin tim. Për gjithë ju që s'më njihni, unë jam Lori dhe si gjithmonë do të jem këtu me ju për t'ju treguar një histori të vërtet krimi. Por, miqtë e mi, sot nuk jam për t'ju treguar një histori të vërtet krimi, por një histori paranormale. Nëse jeni të apasionuar pas historive true crime ose paranormale si puna ime, atëherë si ju rekomandoj që të bëni një subscribe për të qenë gjithmonë të azhurnuar mbi video të reja. Ju kujtoj që qëllimi i këtij kanali është informativ dhe jo gjykues ndaj personave që marrin pjesë në këtë histori. Sot do të flasim për atë që besohet të jetë rasti më i dokumentuar paranormal në histori. Enfield është një qytet i vogël në veri të Londrës dhe gjithçka fillon në gusht të vitit 1977, kur gjëra të çuditshme fillojnë të ndodhin, veçanërisht në një shtëpi në një lagje shumë të qetë. Disa nga dëshmitarët e këtyre ngjarjeve paranormale ishin gazetarët e BBC-s dhe oficer policie. Ngjarjet prekin një familje të veçantë, familjen Hodgson. Nuk jam e sigurt nëse mbiemri shqiptohet në këtë mënyrë, por gjithsesi do t'ua lë të shkruar këtu poshtë. Familja përbëhet nga Peggy, e cila ishte një nënë beqare dhe jetonte me 4 fëmijët e saj: Margaret, Janet, Johnny dhe Bill. Gjithçka fillon natën e 30 gushtit 1977, kur dy vajzat e shtëpisë, Margaret dhe Janet, vrapojnë shpejt tek nëna e tyre, duke thënë që shtretërit në dhomat e tyre po fillonin të lëviznin vetë dhe po fluturonin. Vajzat ishin jashtëzakonisht shumë të qetësuara dhe mbi të gjitha Janet, që i kërkon nënës së saj që të shkojë në dhomën e tyre dhe ta shikojë vetë me sytë e saj. Por Peggy, që nuk u besonte këtyre gjërave, u thot vajzave që të kthehen në dhomë pasi ndoshta mund të kenë parë një ëndër të keqe. Kjo deri disa net më vonë, kur Peggy filloi të dëgjonte zhurma të forta që vinin nga dhomat e fëmijëve dhe ishin zhurma të mobileve që lëviznin. Një moment ngrihet nga shtrati dhe shkon tek dhoma e vajzave për të parë nëse vajzat ishin mirë apo jo. Sa po futet në dhomë, shikon vajzat që ishin të tmerruara dhe të shqetësuara. Dhe një moment ajo mendon që vajzat ndoshta po grindishin me njëra tjetrën, por befas në dhomë një komodinë që ndodheshte në cep të dhomës zhvendoset vetvetiu. Peggy përpiqet që ta kthejë përsëri komodinën në vend, por dukeshte sikur komodina ishte e ngjitur me tokën dhe nuk lëvizte. Dhe në atë moment kuptuan që diçka nuk shkonte dhe vrapuan të tmerruar tek fshinjët e tyre. Fshinji i tyre, një burr i cili quheshte Vic, tregon që gjatë ngjitjes së shkallëve kishte dëgjuar tërkite të forta që vinin nga muret dhe kishte ndjesinë sikur dikush po e ndiqte nga pas. Por sa herë që kthente kokën pas, askush nuk kishte atje. Në fakt, Vic ishte një murator dhe ishte në gjendje të dallonte zhurmat e zakonshme që mund vinin nga muret pasi që mund të ishin tubacione të ujit apo diçka tjetër dhe ato të pazakonta. Dhe ai është më se i sigurt që ato zhurma që kishte dëgjuar ishin të pazakonta. Në një intervistë të mëvonshme, Margaret dhe Janet tregojnë që kur pan Vic, i cili ishte një burr i madh, i fuqishëm, domethënë që ky person ishte jashtëzakonisht i tmerruar, vajzat filluan të kishin akoma dhe më shumë frikë. Pasi e keni parasysh atë momentin kur një fëmijë ka frikë nga diçka dhe pret që një i rritur t'i thotë që okay, mos u shqetëso sepse gjithçka është në rregull, dhe në fakt kjo ishte komplet e kundërta, pasi dhe të rriturit ishin të tmerruar. Pra, imagjinoni vajzat. Peggy në këtë moment vendos të therrasë policinë. Kur oficerët e policisë mbërrin, ato duke parë shumë fëmijë kuptojnë që ndoshta është një shaka e fëmijëve të tyre. Por ndërsa Peggy dhe Vic po i shpjegonin oficerëve të policisë të gjithë situatën, një karrige që ndodheshte brenda në dhomë ngrihet në ajër dhe zhvendoset disa metra më tutje dhe gjitha kjo përpara syve të gjithëve. Policia inspektoi karrigen për të gjetur ndonjë fije apo një shpjegim logjik për atë që kishte ndodhur. Madje vendosën dhe një blok mermeri për të kuptuar nëse ishte pjerësia e dyshemes ajo që bëri që karrigja të lëvizte, por në fakt bloku nuk lëvizi fare. Sipas protokollit, policia duhet të raportonte çdo gjë dhe në raport shkruan pikërisht kështu, që kishin parë një karrige të lëvizte dhe të fluturonte disa metra larg nga toka. Dhe mbi gjitha shtuan që ishte diçka që nuk u përkiste atyre sepse nuk kishte shkelje ligji dhe nuk kishte as rrezik. Pra, ishte një gjë që ishte jashtë kompetencave të tyre. Peggy, Vic dhe fëmijët ishin jashtëzakonisht shumë të tmerruar dhe një moment vendosin që të telefonojnë gazetarët e The Daily Mirror. Në fakt, gazetarët i përgjigjen menjëherë telefonatës dhe mbërrejnë menjëherë në shtëpinë e tyre, pasi një farë mënyre ishte dhe vetë policia që kishte pranuar që kishte ndodhur diçka e tillë. Kur gazetarët arrin atje, shikojnë
Pegin, e cila ishte e tmerruar dhe në fakt ishte aq e tmerruar sa që nuk mund të qëndronte as afër fëmijëve të saj. Gazetarët përgatiten për të fotografuar disa ngjarje paranormale, por në fillim nuk ndodh asgjë. Pinë një çaj, dëgjojnë disa zhurma të vogla, por asgjë shumë të pazakontë. Dhe pas disa orësh të zgënjur, ato vendosin të ikin. Por në momentin kur ishin duke vendosur gjërat e tyre në makinë, Vic del duke u lëritur nga shtëpia edhe duke thënë që ka filluar përsëri. Gazetarët futen menjëherë me vrap për të parë se çfarë ka ndodhur, dhe kur futen brenda në shtëpi, shikonin objekte që fluturonin në ajër. Dhe në fakt, njëri prej tyre vendosi një kamerë të madhe për të filmuar gjithçka. Dhe dukeshin sikur objektet përplaseshin me murin dhe nuk mund të ishin fëmijët, pasi fëmijët, Peggy, Vicky, të gjithë ishin së bashku duke parë këtë ngjarje të pazakontë. Njëri prej gazetarëve u godit me një cop Lego në kokë duke I lënë një plak të vogël, por në të njëjtën kohë dhe një provë të madhe për të kuptuar që ajo që kishte ndodhur nuk kishte qenë asnjë halucinacion. Më pas, ato vendosin që të fshehin të gjithë gjërat e rrezikshme që ndodheshin në shtëpi, siç ishin thikat apo mbajtëset e cigareve. Edhe pse ky episod zgjati disa sekonda, atyre u duk sikur zgjati me orë të tëra. Kur gjithçka kishte përfunduar, gazetarët largohen të tmerruar nga shtëpia e tyre dhe raportojnë gjithçka që kishin parë. Dhe kur vendosin që të lajnë foto dhe të lajnë filmin që kishin regjistruar, zbuluan që aty nuk kishte asgjë dhe në fakt nuk kishte kapur asgjë në kamera. Ky fakt ngriti shumë dyshime në publik, pasi disa mendonin që ishte komplet një mashtrim ose një sugjestion kolektiv. Por në fakt gazetarët ishin shumë të bindur për ato që kishin parë dhe vendosën të kthehen sërish për të dokumentuar gjithçka dhe mbi të gjitha kërkuan dhe ndihmë për familjen Hodgson. Ata I kërkuan ndihmë dhe shoqatës për kërkime psikike, që ishte një organizat jo fitimprurse në Mbretërinë e Bashkuar që merreshte me hetimin dhe studimin e ngjarjeve paranormale, por e bën atë në mënyrë shkencore dhe të paanshme. Por në këtë shoqat bëjnë pjesë dhe njerëz skeptik dhe njerëz që u besojnë verbërisht ekzistencës së paranormales. Një nga anëtarët e kësaj shoqate, një burr që quhej Maurice Gross, që ishte bashkuar me organizatën pasi kishte humbur vajzën e tij në një aksident mobilistik, pasi dëgjoi kërkesën për ndihmë të familjes Hodgson, vendosi që të shkonte atje, por nuk ishte I bindur nëse gjithçka ishte e vërtet apo ishte një mashtrim. Por vendosi që të shkonte atje me mendje të kthjellët për të kuptuar në një farë mënyre se çfarë po ndodhte. Ai sa po arriti në shtëpi, kuptoi menjëherë që familja ishte e shkatruar nga ngjarjet që kishin përjetuar. Dhe dukeshte qartë frika që ishte tek nëna, frika që ishte tek fëmijët dhe frika që ishte tek gazetarët edhe Daily Mirror. Pasi familja I tregoi Morris për gjithçka që kishte ndodhur, ai u tha atyre që në fakt ishin përballur me një fenomen I cili quheshte poltergeist, por në fakt asnjëri prej tyre nuk e kuptonte se çfarë do thonte kjo fjalë. Morris shpjegoi se një poltergeist fjalë për fjalë do thotë shpirt I zhurmshëm. Fjala vjen nga gjermanishtja që geist do thotë shpirt dhe polter do thotë trokitje. Poltergeist shfaqet duke lëvizur objekte, duke rrëzuar sende, duke ndezur dhe fikur pajisje elektrike, madje duke bërë dhe gjëra dhe njerëz të fluturojnë ose duke shfaqur mbishkrime nëpër mure apo duke prodhuar zëra. Morris, pasi u shpjegoi gjitha këto, u tha që nuk do t'i linte vetëm dhe do të qëndronte me ta derisa kjo gjë të zgjidhej përfundimisht. Pas disa netësh të kaluara në atë shtëpi, ai kuptoi që fenomeni ishte real dhe ishte shumë herë më I rëndë se sa ai mund ta përballonte vetë. Kështu që një moment I kërkon ndihmë një miku të tij, një gazetare dhe një shkrimtari që ishte marrë me ngjarjet paranormale, një burri I cili quheshte Guy Playfair. Të dy nisën që të jetonin me familjen Hodgson dhe në fakt të gjithë ishin më se të bindur që kishin të bënin me një poltergeist. Dhe në fakt në përgjithësi këto raste zgjasin një muaj, mund zgjasin një javë, por në këtë rast zgjati plot 14 muaj. Kështu që Morris dhe Guy jetuan me familjen Hodgson për plot më shumë se një vit. Lajmet për këtë rast arritën deri në BBC, ku këto të fundit dërguan një gazetar të re për të investiguar. Disa net më parë, ato kishin dëgjuar zhurma të forta që vinin nga dhomat e fëmijëve dhe vrapuan menjëherë për të parë se çfarë kishte atje. Kur hapën derën e dhomës, panë që fëmijët ishin në gjumë të thellë dhe një karrige ndodheshte përmbys në mes të dhomës.
Në përgjithësi, në këto ngjarje paranormale, le të themi, personat më të prekur janë gjithmonë adoleshentët. Dhe në këtë rast ishte pikërisht kështu, pasi personat më të prekur ishin Janet dhe Margaret, veçanërisht Janet që ishte 11 vjeç. Ndërsa muajt kalonin, fenomeni u bë akoma shumë më intensiv, kështu që një moment Morris dhe Guys vendosin që të çonin familje me pushime për të qetësuar, por kur familja u kthye nga pushimet, situata ishte përkeqësuar akoma dhe më shumë. Një natë, zhurmat ishin aq të forta saqë Morris vrapoi menjëherë tek dhoma e vajzave dhe vendosi që të komunikonte me këtë shpirt. Dhe e pyeti nëse kishte vdekur në atë shtëpi dhe si përgjigje mori plot 53 trokitje. Kur Morris u përpiq të ngacmonte shpirtin një farë mënyre, duke i thënë që nëse ishte një incident apo jo, një kuti kartoni, e cila ndodheshte në cep të dhomës, fluturoi dhe u përplas në fytyrën e tij. Në fund të nëntorit të vitit 1977, situata u bë akoma më keq, kur Janet filloi të vizatonte gjëra shumë të pazakonta, filloi që të ktheheshte në gjendje transi, filloi që të bëheshte shumë agresive, të ofendonte njerëzit, të shtynte njerëzit dhe në një rast ju desh të merrte plot 10 mg valium për të qetësuar, por krizat e saj ishin gjithmonë aty. Një natë ndodhi diçka e jashtëzakonshme që më në fund u dokumentua. Atë natë të gjithë po flinin një dhomë, pasi në këtë pikë të gjithë flinin së bashku dhe një moment Janet ngrihet nga shtrati duke u tërhequr nga një forcë e padukshme. Ajo fillimisht përplaset nëpër dhomë dhe më pas tërhiqet poshtë shkallëve dhe Janet filloi që të ulëriste duke thënë që dikush po e mbante nga këmba. U bën foto të këtij incidenti, por fotot ishin shumë të diskutueshme, pasi disa thonë që Janet po fluturonte dhe disa thonë që ajo dukeshe sikur po hidheshte në shtrat. Megjithatë, dy persona të panjohur, pra që nuk kishin fare lidhje me familjen Hodgson, deklaruan që kishin parë Janet të fluturonte nga dritarja. Njëri prej këtyre personave të panjohur ishte një grua që kishte një dyqan përballë familjes Hodgson dhe në fakt kjo grua u përpoq të rikrijonte skenën që kishte parë në shtëpinë e saj. Por në fakt nuk gjeti asnjë shpjegim logjik për atë që kishte parë. Për të kuptuar mbi gjitha se çfarë po ndodhte, ato i kërkuan një mjeku që të hipnotizonte Janet. Gjatë një hipnoze të lehtë, mjeku e pyet Janet se kush po i shkaktonte të gjitha këto gjëra. Dhe ajo përgjigj që unë dhe motra ime. Më pas ndryshoi duke thënë që nuk e di se kush po i shkaktonte këto gjëra. Më vonë u zbulua që gjithçka mund kishte filluar një natë kur Janet dhe Margaret kishin luajtur lojën e famshme Ouija dhe dashje pa dashje mund të kishin ftuar diçka në shtëpinë e tyre. Pra një shpirt. Dhe kjo gjë mund të shpjegoj faktin që ajo deklaroi që shkaku jemi unë dhe motra ime. Dhe shumë skeptik që nuk besonin te kjo pjesë menduan që kjo gjë ishte një pranim i fajit të tyre. Por gjërat u bën akoma dhe më të frikshme. Një natë e gjithë familja, ku në fakt ndodheshte edhe Morris, Guys dhe gazetarët e BBC-s, filluan që të dëgjonin një lehje të qeni që vinte nga jashtë. Në fillim mund duket si diçka normale, por në fakt nuk është normale, pasi familja Hodgson nuk kishte asnjë qen. Atëherë në këtë pikë Morris mendon, nëse kjo gjë arrin të le, gjithashtu dhe mund të flas. Morris në këtë pikë merr vajzat në dhomë dhe ndes regjistruesin. Ai tenton që të flasë me këtë shpirt dhe në një moment dëgjohen disa zëra shumë të frikshme. Morris i thot Janet që zërat vinin prej saj, por Janet i përgjigj që ajo ndjente që zërat vinin pas saj. Kështu që vendosin që të bëjnë një provë. Ato japin Janet një gotë me ujë që ajo duhet ta pinte, por nuk duhet ta çonte poshtë ujin, thjesht duhet ta mbante në gojë. Dhe i vendosin një shirit ngjitës në gojë që Janet mos të fliste ose mos të pështynte ujin. Dhe një moment pasi bën këtë provë, zërat dëgjohen përsëri dhe Janet ishte e bllokuar, pra nuk mund të fliste. Pasi zërat pushojnë, ato i heqin shiritin ngjitës Janet dhe në këtë pikë Janet pështyn ujin dhe kuptoi që zërat nuk vinin prej saj, por në fakt zërat vinin pas saj, kështu që Janet kishte të drejtë dhe në këtë mënyrë kuptoi që nuk ishte Janet ajo që kishte folur. Good evening. Good evening. Are there some of you there? Yeah. What are you called? Tom and Dick. Can you tell me where you are at the moment in the room? On top of Janet. Why do you sleep on top of Janet? It's my bed. Why can't Janet feel you? I'm invisible. Why are you invisible? So like G-H-O-S-T.
Sigurisht kishte edhe shumë skeptik në këtë rast dhe në veçanti ishte Anita Gregory dhe John Beloff, të cilët ishin gjithashtu antarët e organizatës dhe kishin kaluar disa net me familjen. Ato ishin të bindur që gjithçka ishte një mashtrim i Janet dhe i motrës së saj, Margaret. Dhe në fakt, ato kishin parë vetë raste kur zërat dëgjoheshin dhe ekzistojnë video që duket sikur Janet lëviz pak buzët dhe zëri i saj dëgjohet. Por shumë veta besojnë që shpirti po përdor Janet për të komunikuar me ta. Përmes saj flisnin shpirtra të ndryshëm dhe njëri prej tyre prezantohet si Bill, një burr i moshuar i cili ishte jashtëzakonisht shumë i zemëruar me Janet pasi Janet i kishte zënë krevatin e tij, pasi ai kishte jetuar më përpara në atë shtëpi dhe flinte në krevatin ku Janet po flinte në ato momente. Dhe në fakt, nga ana tjetër, skeptikët, pra që ishin Anita dhe Bill, mendojnë që mënyra se si fliste Bill, pra ky shpirt nuk ishte, le të themi, gjuha e një të moshuari, por ishte gjuha e një adoleshenti, pasi ky shpirt vetëm shante, vetëm ofendonte, thoshte fjalë shumë të rënda që vetëm adoleshentët mund t'i thonë. Dhe nga ana tjetër, këta skeptik mendojnë që Janet po përfitonte nga rasti për të thënë këto fjalë që një farë mënyre në një moment tjetër nuk kishte mundësi t'i përdorte. Në një nga bisedat me Bill, ata e pyesin se si kishte vdekur dhe ai përgjigjet që ishte i verbër dhe kishte posuar një hemoragji dhe kishte vdekur në një karrige që ndodheshte në dhomën e ndenjës. Can you tell me whether you remember what happened to you when you died? I went blind. Then I had an hemorrhage and I fell asleep and I died in a chair in a corner downstairs. Disa muaj më vonë, Morris kontaktohet nga një burr i cili quheshte Terry Wilkins dhe ky burr deklaron se babai i tij, një burr i cili quheshte Bill, kishte jetuar në atë shtëpi përpara familjes Hodgson dhe në fakt pikërisht ai ishte varrosur afër shtëpisë së tij dhe në fakt ishte gjetur i vdekur pikërisht në karrike nga një hemoragji cerebrale që kishte pësuar në tru. Në korrik të vitit 1978, Peggy dërgon vajzën e saj në një spital psikiatrik për ekzaminime të mëtejshme, por nga ekzaminimet që u bën, u kuptua që Janet ishte plotësisht normale dhe nuk kishte asnjë problem në të. Në fakt, pas kësaj ato u kthyen në shtëpi, por kur u kthyen në shtëpi, situata ishte qetësuar. Ekspertët thonë se fenomenet e poltergeistit gjithmonë qetësohen kur niveli i stresit bie, pasi në një farë mënyre ato nuk kanë më atë energjinë ose frikën për të ushqyer. Peggy vazhdoi që të jetonte në atë shtëpi deri në ditën kur ajo vdiq, pra deri në vitin 2003. Margaret dhe Janet vazhduan jetën e tyre normalisht dhe gjithashtu fëmijët e tjerë. Unë nuk e di se si mund të jetosh përsëri në atë shtëpi ku ka qenë e pushtuar me shpirtra. Domethënë, nuk do isha larguar një orë e më para. Nuk e di se sa vullnet ose le të themi sa të guximshëm janë këto persona. Gjatë gjithë kësaj kohe, asnjë nga personat që kishin qenë dëshmitar të ngjarjeve nuk ndryshoi mendim, edhe pse në fakt ju ofruan shumë para nga gazetarë të ndryshëm për të mohuar ngjarjet. Janet nga ana tjetër gjithmonë ka qenë e rezervuar dhe rrallëherë ka folur për atë që përjetoi. Në vitin 2016, kur mori vesh që po xhirohej një film, pra The Conjuring 2, në fakt Janet ishte shumë e mërzitur pasi nuk donte që në një farë mënyre e kaluara e kësaj të ktheheshte përsëri në qendër të vëmendjes. Por e dini edhe diçka tjetër që edhe Lorraine Warren, pra hetuesit e famshëm të paranormales që kemi folur shpesh pra në për historitë e tjera, të cilët në film shfaqen shumë të përfshirë nën hetim, në realitet kishin shkuar në atë shtëpi pa ftesë dhe kishin kaluar vetëm një ditë me familjen. Sipas rrëfimeve, Ed Warren i kishte thënë Guy Playfair që mund të fitonin shumë para nga kjo histori. Pra miqtë mi, këto ishin gjitha informacionet që kam mbi rastin e sotëm. Më lini poshtë në komente nëse mendoni që ishte një mashtrim apo gjithçka ishte e vërtet. Unë ju përshëndes dhe ne do të shihemi në videon e radhës. Deri atëherë, ciao!